Ky duhet jetë rasti I parë kur dikush shkon të marrë një medalje dhe nga fjalët e rastit merr 2. I dashur profesor Azenauer, I nderuar miku im dhe mik dhe kolegi të pranishmëve, unë besoj që kjo e sotmja nuk është thjesht një ceremoni nderimi për një individ që e meriton plotësisht këtë nderim, por është edhe një moment simbolik që rinxjerr pa lidhjen mes dy traditash të vjetra dhe jo të vogla, austriake dhe shqiptare, në një spirale të përbashkët, vlerash si dia për kushtimi, dashuria për tokën e vetë njeriut. Nuk do të mjaftonte dot hapësira e një fjale të tillë për të përshkruar të gjithë këtë rrugtim, sa të shkurtër aq edhe kuptim plot që na lidhi së bashku, por unë pata dëshirë sot I dashur Hubert, I nderuar profesor, t'ju them se ju I bashkoheni një konstelacioni yjesh që nga Austria kanë zizulluar mbi qiellin e Shqipërisë. Është një konstelacion I rrallë, ku ndriçojnë figura që I kanë dhënë vendit ton kulturë, gjuhë, identitet dhe dritë. Dhe sot Hubert Azenauer është I fundmi I një zinxhiri të gjatë që shtrihet në shekuj. Dhe që zanafillën e ka në Vjenën ku u dëgjua për herë të parë tingulli I Shqipes. Kur në shekullin e 19 Gustav Mahleri deshifroi liqësitë e Shqipëres dhe shkroi se kjo gjuhë, më shumë se çdo gjuhë tjetër, në Ballkan është dëshmi e qëndrueshmërisë një populli. Apo ku Norbert Jokli, I cili mori edhe pakëzimin si babai I albanologjisë moderne, shprehte besimin se Shqipja është ura e gjallë midis lindjes dhe perëndimit. Ai u rrëmbye nga Gestapoja dhe humbi në errësirën e Holokaustit, por librat e tij mbeten si pika drite për çdo që do të ndërmarr udhën në labirintin e mistereve dhe pasurive të gjuhës shqipe në bibliotekat e Vjenës dhe në ato të Tiranës. Apo aristokrati aventurier Franz von Nopscha, I cili kaloi me kal në malet shqiptare dhe shkroi se këtu në këto gryka mësohet më shumë për shpirtin e Europës se në çdo sallon të Vjenës. Apo Maximilian Lambertsi që ndihmoi Komisionin Letrar të Shkodrës në standardizimin e Shqipes
Dhe La Paz, për të gjithë ne, një fjalë që sot e gjetitën çdo shqiptar që e lexon e rënqeth. Historia e plotë e njerëzimit, tha ai, do të shkruhet atëhere kur shqiptarët do të marrin pjesë në shkrimin e saj. Ishin njerëz që e deshën Shqipërinë me shpirt. Dhe për fatin e mirë të këtij kombi dhe të këtij vendi, ata ishin shumë. Në fillim të shekullit 20, Theodor Ipen, konsulli dhe diplomati austriak, mori pjesë në themelimin e institucioneve të para moderne shqiptare. Dhe ai shkroi se kush e kupton tokën shqiptare, kupton vetë përmbajtjen e fjalës dinjitet. Në ditaret e tij përmendet se para çdo takimi zyrtar, ai përsëriste një zakon që e kishte mësuar në Shkodër. Së pari duhem përshëndetur syt, pastaj përshëndeten duart. Dhe besoj që jo vetëm mua që kam pasur për shkak të detyrës shumë duar shtrëngime, po dhe juve ju qellon jo rrallë që t'ju japim dorën edhe syt janë diku tjetër. Ai nuk është takim përshëndetës. Po aq fisnik ishte Leo Freundlich, gazetari hebrej që i dha asër Shqipërisë kur ajo u bukos nga Europa me një libër, Albanians Golgota, i cili konsiderohet një akt moral që në një farë mënyre i shpëtoi nderin kontinentit. Uberti nuk është i pari austriak që dekorohet në këto vise. Dhe paraenësit janë njerëz vërtet të nderuar, emri të cilëve ka mbetur me plot drejt në historinë e këtij vendi, siç do të mbetet edhe emri i profesor Azenauerit. Alfred von Rappaport dhe August Krall u dekoruan nga mbreti Zog me urdhrin e Skënderbeut dhe bashkarisht e quajtën Shqipërinë një kombë të vogël me shpirt të madh. Ajo që është mbreslënse dhe njëkohësisht prekse për ne si shqiptar, është se Austria nuk e pa kur Shqipërinë si periferi, por e pas një dritë që nuk duhej lënë të fikej. Dhe edhe në eksperiencën time personale, qysh në kontaktin e parë me Austrinë, qoftë si individ, qoftë si zyrtar, e kam ndjerë pikërisht këtë që është filli i gjatë që lidh marrëdhënien mes Austrisë dhe Shqipërisë. Kur nuk kam ndjerë ato që ne shqiptarët e kemi shumë të lehtë ta ndjejmë, sepse e kemi shumë të stërvitur në uhatjen e dikujt që është parë gjithmonë nga lart poshtë, të qenit përballë tjetrit i paragjykuar si dikush nga periferia. Dhe kjo është një frym që vazhdon edhe në ditët tona me studiues si Wilfried Fiedler, që përmes këngëve çame ringjalli një pjesë të shpirtit ton jugor, me Kurt Gostenschnick,
që ka dokumentuar me shumë durim lidhjet e panumërta kulturore mes dy vendeve tona, me Basil Shader, profesorin në Zyri, që thotë se Shqipëria është një poezi e gjallë në strukturën e një gjuhe, me Peter Paul Wipliger, poetin, eseistin dhe fotografin që i kushtoi Shqipërisë një varg që më pëlqeu shumë ta risjell këtu për të nderuar profesor Azenaurin, në malet shqiptare drita ka kujtesë. Dhe rrëfimi për lidhjen e gjatë dhe të thellë të Shqipërisë me Austrinë, për cilën unë jam i bindur se edhe vetë i nderuari profesor nuk është plotësisht i vetëdijshëm, ka figura që bashkuan jo vetëm dijen, po dhe gjakun në përpjekjen tonë për të mbijetuar, siç është generali Basta, një shqiptar austriak i cili la në fillim të shekullit 17 një traktat strategjie mbi nderin dhe disiplinën. Apo siç është Karl Gega, inxhinieri i Ekurullës Semeringut, që tha se rrugët që lidhin njerëzit janë më të rëndësishme se ato që ndajnë territoret. Apo Aleksandër Mojsiu, aktori shqiptar që është në panteonin e teatrit austriak, i cili i mbushi skenat e Vienës dhe të Berlinit me zërin e tij të papërsëritshëm, për cilin vetë Thomas Mann shkroi se ky është zëri që e bën njeriu të dridhet përpara të vërtetës. Por edhe në rrënjët e aristokracisë së re austriake ka pak gjak të mirë shqiptar. Gjaku i familjeve Sina dhe Dumba nga Voskopoja, të cilët quan në Vjenë art dhe filantropi, dhe në tërësi ishin rreth 30 familje shqiptare që vetë perandoria i fisnikëroi për vlerat e tyre. Dhe sot profesor këtij vargu hyesh në qiellin e historisë sonë përbashkët, i bashkoheni ju, një njeri i qetë, një njeri i përpikt, dhe pikërisht pse shumë i qetë dhe i përpikt edhe shumë i trazuar në shkallët e universitetit kur dolet për të na pritur ne, që erdhëm pak si miq të paftuar për t'ju imponuar një krushqi të cilën unë jam i bindur ju nuk ishit parë as në ëndrrën më të keqe. Një njeri që rrezaton dritën e një mësuesi dhe të një zotërie që beson në forcën e dijes dhe në forcën e mirësjelljes. Një njeri pa zhurmë, por unë jam i bindur që si rektor i universitetit, edhe pse nuk e kam informacionin nga brenda, edhe një drejtues i hekurt. Një profesor që erdhi në Shqipëri jo për të folur për reformë, as për të dhënë mend, po për të mbjell një frym të re, me shumë delikatesë, me shumë respekt dhe me shumë durim, pa i mbyllur hundët
e kultivuara në mjediset e sqimës austriake përpara shumë çkaje që mund ta bezdiste në realitetin tonë, por duke përqafuar atë realitet dhe duke u sjell me truallin e Universitetit Bujqësor si me një truall shpirtëror ku ai po na jep një dorë për të mbjellë një pemë të re për këtë shekull 3. Dhe fal kontributit tuaj i dashur profesor, Universitetit Bujqësor i ka rilindur jo thjesht shpresa, por i ka rilindur ambicia, i ka rilindur dëshira dhe pasioni, dhe me gjitha i ka rilindur besimi. Besimi që mbështetet tek një trup akademike e cila individualisht i ka të gjitha vlerat e nevojshme, por kolektivisht e kishte jashtëzakonisht vështirë që të mblidhej dhe të ndjej e bashkuar për një qëllim, me një ambicie dhe me një besim. Dhe ju sot, profesor, nuk jeni thjesht një kursesi, një akademik apo një njeri i ditur që është ndalur këtu për të thënë ato që di. Por ju jeni një pjesë e jona. Do thoni ju, po si ka mundësi prap pa ju pyetur ne ju deklarojmë pjesë tonën, siç pa ju pyetur ju erdhëm atje në shkallët e universitetit. Tani, për ne ka dalë nami që jemi pak të dhunshëm, po aty ku ne meritojmë të quhemi tillë është që ne kur të duam profesor të duam pa kushte dhe të duam dhe me pahir bile, po deshet. Kështu që nuk ke nga lëviz fare. Sot ju jeni një tjetër Gjevahir në vargun e gjatë të gjerdanit të miqësisë dhe të lidhjes Shqipërisë me Austrinë, apo një tjetër Gjevahir në kurorën e kësaj miqësie. Dhe pas një diskutim nesër, ju do të përmendeni së bashku me Mejerin, me Joklin, me Ipenin, me Frondlihun, me Karl Gegen, me Aleksandr Mojsiun, në këtë komunitet shpirtrash që i ndihën kësaj miqësie dhe kësaj lidhje që ju po kontriboni drejt për ta bërë më të fortë. Dhe mbi të gjitha, ajo që i bashkon të gjithë ata austriak të cilët e kanë emrin shkruar në faqet e historisë këtij vendi dhe që e bashkon edhe profesorin me ta, është një fakt shumë i thjeshtë. Asnjëri prej tyre nuk ju qas Shqipërisë për të marrë, por i qëndroi besnik Shqipërisë për t'i dhënë. Dhe për këtë Shqipëria u është mirënjohëse. Dhe për këtë i dashur Robert, unë personalisht, së bashku me rektorin, së bashku me kryetarin e Akademisë së Shkencave, së bashku me ministren e arsimit apo me ministrin e bujqësisë të pranishëm, së bashku me gjithë ekipin drejtues të Universitetit Bujqësor dhe së bashku me gjithë komunitetin që ka nderin t'ju njoh dhe të punoj me ju, ju jemi thellësisht
dhe përgjithmonë mirënjohës. Tani, unë do dëshiroja që ju të vinit pranë meje për të marrë yllin e mirënjohjes, çka ju fut në një tjetër grup shumë të vogël njerëzish, miq, aleatësh, të cilët ne i kemi nderuar me këtë yll, dhe patjetër të përgatiteni për propozimin e profesor Skënderit dhe që ta dhe siç thot një fjalë, ku ka 2 ka 3 ose s'ka 2 pa 3. Edhe një gjë tjetër duhet përgatitesh i dashur Robert, që do të vi pa të marrë leje, pasaporta shqiptare, se ti nuk do ikësh nga kjo botë si austriak, po do ikësh si austriak dhe si shqiptar. Please, for your words, and this is the certificate that proves Ju lutemi që të na thoni pak fjalë dhe kjo është certifikata që vërteton për doganat austriake që ky send i vyer nuk është kontraband, por është origjinal, është i juaj dhe meritohet plotësisht prej jush. Faleminderit shumë, faleminderit. Dear Honorable Prime Minister, dear Minister for Education and Science, I nderuar Kryeministër, dear Deputy Minister for Agriculture, unfortunately you leave us, we miss të you. nderuar zonja ministre, i nderuar ministër, të nderuar miq, Dear President of the Academy of Science, edhe i nderuar kryetar i Akademisë së Shkencave, i nderuar rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës, të dashur koleg nga Shqipëria dhe nga Austria, por edhe nga vende të tjera, sepse kemi edhe disa persona që kanë ardhur për shembull nga Amerika rastësisht. Në fakt jam shumë i emocionuar dhe realisht nuk di se çfarë të them, por ndoshta reagimi im spontan do të ishte që më pëlqen që jam këtu sepse më pëlqejnë njerëzit dhe më pëlqen të punoj fort me njerëz të mirë. the second thing, and the Prime Minister Gjëja e pointed this dytë, out dhe very në well, fakt this kryeministri connection e tha between fare Austria and qartë, është kjo Albania. Your lidhja country ndërmjet has one Austrisë huge dhe advantage. Shqipërisë, dhe Shqipëria You ka have the vërtet coast. një We avantazh don't shumë have të the madh coast. që është So this Bregdeti, also ne nuk makes your kemi country very Bregdet, që attractive. do thotë që vendi juaj And the është third thing, teje and tërheqës për ne, dhe the gjëja e rector knows tretë, this. dhe rektori e di këtë gjë. My wife was here last weekend. Bashkëshortja ime ishte After këtu 15 fundjavën e visits to shkuar, Albania, I said, pas "Come with me, you 15 have to see this vizitash në country." Shqipëri, thash And po, she was eja me really mua tashmë në Shqipëri, se excited duhet about ta this and shikosh said, "When can Shqipërinë." we come Dhe ajo again?" tha, "Okej, u kënaqej But shumë sa tha kur do the kthehemi speech is not sërish në over. I Shqipëri, prepared por nuk e something more mbarova formal. fjalimin se kam But let përgatitur us edhe diçka come back më how all formale. this have Ti started. rikthehemi asaj se When I met the Prime piknisja, Minister, si filloi e the gjithë kjo, rector and kur the university takova representatives in kryeministrin, June rektorin 2021 në qershor të at vitit Baku, I had 2021 no në idea Baku. what journey we are Atëherë nuk e going to pata start. fare idenë se çfarë rrugtimi do të However, it vijonim. was clear Por that you ishte all shumë e had qartë që ju the vision të to do something gjithë for the kishit next vizion generation in your shumë të country. madh për të bërë diçka të mirë I për met brezat many e ardhshëm people të during my Shqipërisë. career, Gjatë karrierës time unë kam and my takuar experience shumë is that usually you know individ dhe immediately if përvoja people ime mean things është që seriously or not. me As the Prime njëherë Minister unë di pointed ta it out. dalloj nëse The ice njerëzit states. janë serioze, And kanë for me, it seriozisht was atë very që clear thon apo from jo, the dhe siç beginning, tha you mean kryeministri, it. është e qartë tek Although I syt. didn't really Dhe know unë how e we will do it. kuptova që ju e kishit me Today, të vërtet, I'm nuk e dija se si do very t'i glad to arrinim say ato gjëra që we were dëshironim able të to make arrinim, things happen. por unë sot me kënaqësi mund të them që ne I ja kemi emphasize here dalë. the we, Theksoj këtu because ne, I see this për award as an arsye se appreciation for all of us.
ky nder që më bëni është vlerësim për të gjithë ne. Faculty staff I gjithë who trusts personeli in us mësimdhënës and is në willing to join universitet, the I gjithë journey of stafi change. akademik, This is ka not qenë easy, pjesë I këtij rrugtimi and it takes për a lot of ndryshim. patience, Nuk është e lehtë, but I duhet shumë appreciate very durim, much por unë your vlerësoj ambition, shumë at least to try to synimin follow my tuaj, ideas. ambicien tuaj që të paktën The të Boko team ndiqnit who supports sugjerimet our e mission mia, por edhe with joy, ekipin nga ambition, Bokuja, të and I cilët think na it's kanë also mbështetur important to say dhe është shumë e we rëndësishme also që have të some themi fun. që If you do ne difficult edhe things, jemi you kënaqur, also need sepse to në rast se do never të bëjmë forget gjatë punës about punë të the vështira, joy atëherë nuk and, duhet harrojmë edhe të gëzojmë some nice things you dhe experience. të përjetojmë edhe The disa gjëra Albanian të and the bukura, edhe Austrian pse jemi në government for punë. their financial Qeveritë e support, Austrisë dhe all the Shqipërisë ministers who na were kanë engaged mbështetur, since we dëshiroj do të this falenderoj, activity, and I gjithashtu counted edhe it. ministrat që prej Since këtij we started, aktiviteti I kam numëruar we që had prej contact with fillimit 8 ministers kemi patur kontakte me 8 from Albania and ministra Austria. nga You see, Shqipëria there's dhe a- Austria. we Pra, met quite e some shihni ministers, që so I'm jemi glad that takuar me një we numër met të you here konsiderueshëm ministrash dhe jam shumë I kënaqur që takohem me And dy last ministrat but këtu not sot. least, Dhe në fund, po jo më pak you, nga Honorable rëndësia, Prime Minister, ju, I for your nderuar continued kryeministër, dëshiroj të personal falenderoj ju support për and interest in mbështetjen our tuaj work. të vazhdueshme, por edhe An interesin award në vijim is an për expression punën që of ne kemi bërë. appreciation Dhe and ky nder recognition. është në fakt Am I pikërisht grateful tregon that during atë my që të career in gjithë ne science, kemi punuar fort dhe I unë have jam shumë mirënjohës që experienced gjatë many new karrierës time things, në have shkencë met a lot unë kam of people, përjetuar shumë gjëra të reja, including kam the takuar work shumë and njerëz the të ri, people I meet here or përfshirë met edhe here in ata Albania. persona që kam takuar këtu I'm në Shqipëri dhe convinced punën that që ne only kemi with bërë së bashku. enthusiasm, Dhe jam I bindur dedication, që vetëm me and hard entuziazëm, me work within a përkushtim team, dhe me punë the të job, fortë, including our një work ekip here, I tëri, will be successful. si ne këtu mund të kemi To have sukses. these efforts Dhe acknowledged në is mënyrë an që honor, gjithë kjo punë but që ne it kemi is bërë të also a nderohet, great vërtet që responsibility. është privilegj, është nder, por Therefore, është I edhe see një this përgjegjësi award shumë e as a madhe. source of Për këtë inspiration, arsye, këtë dekorat unë e motivation shoh si to një continue frymësim our të madh për endeavor të ardhmen, with the same por edhe passion as we përkushtim did për it të during ardhmen the me të last njëjtin pasion, 2 ashtu years, siç kemi including bërë the gjatë 2 preparation viteve of the të project. fundit, përfshirë Dear edhe colleagues përgatitja në për from the projektin. Agricultural Të dashur University of kolegë Tirana, të Universitetit from Boku, Bujqësor të Tiranës, This is also të needed dashur kolegë since nga there are Boku. still a lot of things that have to be Ju done. jemi shumë mirënjohës, And I sepse also kemi ask ende you shumë for punë your për të continued bërë dhe support so kërkoj that we që are të vazhdonit na jepni mbështetjen tuaj With që të these jemi të thoughts, suksesshëm Honorable deri Prime në Minister, fund. I Honorable nderuar Ministers for kryeministër, të Science and nderuar Education ministra, and Agriculture, ministra e Arsimit once dhe again, ministri I thank you Bujqësisë, for your edhe një herë support and this faleminderit award. ju për I'm mbështetjen truly dhe honored, për këtë deeply dekorat. moved Jam and vërtet inspired to shumë I continue nderuar, my service shumë I to the entuziazmuar, University of shumë I Agriculture privilegjuar in që të Tirana vijoj punën and me your Universitetin country. Bujqësor të Thank you very Tiranës në Tiranë dhe në Shqipëri. Faleminderit për këtë nder.